rëndësi kritiku. Njeriu që tregon me gisht se si burri i fort pengohet, apo se ku ai që i bën gjërat mund t'i kishte bërë më mirë. Merita i takon atij që është vetë në arenë, fytyra e cilit është e zhgaravitur nga pluri, nga djersa dhe gjaku. Atij që guxon, që gabon dhe ngec përsëri e përsëri, sepse nuk ka përpjekje pa gabime apo ngecje. Atij që njeh entuziazmet e mëdha për kushtimet e palëkundura, atij që e shpenzon veten për një kauz të drejtë, i cili në rastin më të mirë përjeton në fund triumfin e një arritje të lartë, apo në rastin më të keq, nëse dështon, të paktën dështon duke guxuar fort. Kësaj vendi i tij nuk do të jetë kurrë mes atyre shpirtrave të ftohtë dhe frikacak që nuk njohen as fitoren dhe as humbjen. Motra dhe vëllezër, mund ta merrni me mend që çdo ditë nuk kanë qenë të lehta as për mua. Për shumë arsye, dhe nuk ka një vend dhe një ditë më të duhur se sa pikërisht ky vend dhe kjo ditë, që me lejen tuaj unë t'u drejtohem me disa fjalë edhe atyre që nuk janë këtu mes nesh dhe nuk janë sot me ne. Duke u nisur në radh parë nga ata që dolën dhe janë protest për të mbrojtur Zvërnecin dhe Sazanin, nga unë dhe nga qeveria e Partisë Socialiste. Po duke përfshirë dhe këtë tjetër që e ka këtë shqetësim. Lutem që të bëni një përpjekje të ndëgjojmë pak, sepse ndryshe nga shumë kush që çfarë nuk ka thënë tërë këto ditë në të gjitha gjuhët, unë mbaj përgjegjësi për çdo fakt që them, të paktën përpara 800 e ca mijë shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit që më kanë besuar udhëheqjen e këtij vendi. Në qoftë se të tjerët nuk duan as të dëgjojnë, edhe lëre pastaj të besojnë ato që them unë. E përsëris dhe e them me shpirt, po të ishin të vërteta ato që ju është mbushur mendja se janë ashtu siç ju a kanë thënë, shkruar, treguar në për kanalet e internetit, do isha dhe unë po aq i neveritur. Sa më duket se janë disa prej jush. E vërteta është se po jetojmë këto ditë një nga ato zhvillimet kohës të rrjeteve sociale, ku vende tjera përpara nesh kanë rënë në kurthe të paimagjinueshme, si rezultat i manipulimit masiv të njerëzve me metodat provuara dhe në disa raste edhe demaskuar në vende tjera. Prandaj, unë cili do që është interesuar vërtet për të mbrojtur interesin publik, që është i interesuar vërtet për mjedisin, biodiversitetin, të ardhmen e shpendve në zonën ku të zhvillohet projekti i Zvërnecit apo në ishun e Sazanit, i them se faktet që ne kemi dispozicion duhet të jenë normalisht më së mjaftueshme për të qetësuar shpirtin e kujtdo në këtë drejtim. Prandaj bujrum e jani t'i dëgjoni. E jani të